sot u nënshkrua dekreti për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Nga ky takim fillon edhe koha për shpalljen e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë parlamentare, bazë të ligjit për zgjedhjet. Pra data është më së afër 30 ditë e më së larti 40 ditë nga dita e sotme. Presidenti ka në diskrecion pra ditën e shpalljes së zgjedhjeve, por nga dita e shpalljes, falni. Duke qenë se është shumë kohë Kosovës, duke qenë se ka shumë akumulime të temave buxhetore, në respekt të qytetarëve të vend për kohën e humbur, kemi propozuar që të jetë dita e zgjedhjeve parlamentare 21 dhjetor. Mendojmë se në këtë mënyrë do t'ja fitojmë paktën një javë kohë vazhdimeve buxhetore që duhet ndodhin, sikur se dini, buxheti i Kosovës mund të funksionojë edhe janar e shkurt 2012, po ashtu qeveria e Kosovës në detyrë që është sot mund merr vendime për të përmbush disa detyrime buxhetore që i ka si ndaj RTK-s apo edhe ndaj palëve tjera, se ekzistojnë këto praktika. Mirë po, kur për me vazhdue pra zbatimi i buxhetit në mars, gjithsesi duhet një vazhdim nga Parlamenti i Arsimëm i Kosovës, dhe për këtë arsye një javë na konvenon. Ka diçka, periudha e para vitit të ri, sepse pushteti po kërkon datën 28 dhjetor. Ajo periudhë është një periudhë shumë e çmuar e familjeve tona, e qytetarëve tonë, jo vetëm e pushimit, po edhe bashkimeve familjare, shumë ngjarjeve festive. Është një arrogancë nga politika, një lloj përbuzje, po e them ashtu, deri në ofendim, me ju shpall zgjedhjet me 28 dhjetor, pra në periudhën e pushimeve dimërore, e që pastaj me vazhdu me mbet me numërime, me rezultate, edhe natën e vitit të ri. Nuk kem asnjë arsye me bë këtë. Data 21 dhjetor besoj është data e duhur, është racionale. Sido që tjetë, në cilën do datë, Aleanca është e përgatitur për këto zgjedhje, shkojmë të vetëm si aleancë në zgjedhje, edhe besojmë shumë që do ta ndihmojmë pra Kosovën me votën e qytetarëve, me besimin e tyre që të mos i humbim më kohë Kosovës. E kam thënë edhe një rast, i paralajmëroj gjithë, pra pas këtyre zgjedhjeve nuk do të kem tolerancë për askënd që bëhet pra pengesë me jesë përpara në krijimin e institucioneve. Në rast se opozita e merr besimin që besoj po opozita deri tashme, duhet përshpejtojmë kohë, sepse sikur se e dini, situata është mjaft serioze, jo vetëm në aspektin e zbatimit buxhetit, por ka edhe shumë tema tjera, përfshirë sigurisht që e rëndojnë rajonin e Maxher. Kemi qenë të hapur në vazhdimsi që gjinet një zgjidhje buxhetore, dhe unë mendoj, pra nuk asnjëherë kemi qenë kundër, por sikur se e shihni koha ka kalu, pra kemi ardhur në ditën e sotme. Ju e dini, unë kam shpreh kritik për mandatarin e dytë, pse mandatari i dytë ka prit 15 ditë. Ka mujtë me prit një javë, edhe nëse e ka ditë e bilogun që si ka votat me ja fitue pa kohë Kosovës. Po ashtu nuk ka pas arsye mu thirr seanca për buxhet ditën e djeshme, ditën e fundit të mandatarit dytë. Nëse vërtet e kanë vendosur me thirr atë seancë, pse se kanë thirr para një jave, në mënyrë që të ketë çdo kush mundësi koordinimi ose shqyrtimit mundësive. Tani veç që jemi de facto në zgjedhje, po mendoj që nuk duhet vajtojmë më për të shkuarën, po duhet punojmë që ditën e zgjedhjeve pra ta ndihmojmë vendin me votë, edhe i ftoj qytetarët e Kosovës pa dallim të gjithë, pra ata që votojnë çdo parti, të dalin me votu, edhe ta përshpejtojmë procesin e ecjes përpara. Ne qëndrojmë, pra sikur se e dini, për qeveri të opozitës, nuk ndryshon kjo, nuk ndryshon. Kemi bë përpjekje të vazhdueshme që opozita pra jo vetëm të bashkëpunoj, po ta gjejë një formulë me ecje përpara. Mbeshim në këto qëndrime, s'ka ndryshim. Besoj shumë që shumë zhvillime që e kanë rëndu jetën e Kosovës, e qytetarëve të Kosovës, janë tepër serioze, transishme,
Unë mendoj që duhet të reflektojmë, pra secili nga ne s'ka të bëj me vijat kuqe ose hekjet vijat kuqe, po duhet reflektojmë, nuk e kemi më luksin pas ditës së zgjedhjeve të ardhshme mu sjellë si deri tash. Po ajo sheni ai po na bën detin si vëlla, e falenderoj shumë. Shpreha e shqetësimit për kohën që e humbëm është vërtet e sinqert. Pra asnjëherë që kem kalkuluar qëndrimet tona veç të çështjet populiste ose zgjedhore. Edhe Kurti ka mujt një javë përpara me ardhur me qeverinë e vet, pra mandatari i parë, po edhe Konjusa ka mujt me ardhur një javë përpara. Nuk ka pas nevojë me prit ditën e fundit e për me na informu që si ka votat. 6 muaj tjera na thëshin se i kem, po ashtu i murën 30 ditë që kanë mujt për një javë me ia dhoni përgjigje qytetarëve. Do të ishte respekt, do të fitojshim 2-3 javë në kohë. Kjo është serioze, pra e kem shpreh këtë shqetësim. Çështja e Tarmes, pra mos e harroni, unë besoj që ne nuk guxojmë më me u mbyll në taborët tonat pas këtyre zgjedhjeve. Pra nuk guxojmë, nuk kemë mundësi, ju e dini, jemi në afat kohor shumë të shkurt për me lënë Kosovën pa buxhet. Vetëm edhe në mars mund të vazhdohet 1-2 ajo më gjatë, po ka dhe shumë çështje tjera që janë serioze. Si aleancë, pra, unë besoj që ne do të veprojmë në interes të anit, pas zgjedhjeve tashme, zërë. Sa i përket kolegës që na pyeti më herët, vërtet nuk kem dalë me u lavdru shumë, po ne kem kalu mas miri në këto zgjedhje. Si kur që dini 5 komunat që qeverisë aleanca, qëtë 5 i kem fitu, qëtë 5 i kem fitu me rritje vote. Kemi rritje vote edhe në komuna tjera, përfshin kryeqytet, ku kemi marrë 10.000 vota, edhe ju siguroj që po do t'jemi një partner serioz i institucioneve të ardhshme, i qytetarëve, do t'i shërbim qytetarëve. Ka qenë një maraton e bartjes fajt, ku jalojnë fajn për këta 6 muaj. Të humbur, 6 muaj të humbur. Edhe di sa bo përpjekje me ajo një tjetrit, më do të më ju tregua që kemi qenë pra të mvarur nga qëndrimet e Kurtit vetëvendosjes. Ne nuk kem pas si me ndërmarrë veprime tjera pa konsumimin e veprimeve të tyre. Disa na kanë kritikuar kur në një moment e votuam krye parlamentarin. E lam grupin ton parlamentar, votoi lirshëm, ka qenë qëndrimi ynë i partisë. Nuk ka qenë lehtë për ne. Edhe ende sot ka mendime të ndryshme pse, po e kemi bën interes të me i fitu kohë vendit. Pra mos me lënë vendin pa kufi, unë mendoj që qytetari i vendit e lexon drejt se ai që i ka fituar zgjedhjet, pra që ka fituar më shumë se nuk e ka fituar që herën para kësaj, nuk është sjell me përgjegjësi. Pra aleanca nuk mbahet përgjegjësi për vonesat që ju shkaktu, për kundrazi që shedini kemë dhënë emra për kryetar kuvendi, në moment caktuar kemë votuar një kryetar kuvendi, pa asnjë marrëveshje politike, pa asnjë tregti çfarë natyre, po kemi ecë përpara. Duke qenë kështu, më lejoni edhe herë me ftu qytetarët e vendit, gjithë me votu aleancën, ju premtoj qytetarët e vendit që në çdo përgjegjësi që marr, do ta bëj më të mirën për vendin me besnikëri. Ju faleminderit media.